Ish finalisti i edicionit të 5 Armir Shahini ka qenë i ftuar në një emision ku ka folur për rrugtimin e tij brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, për raportet me ishbanorën, si dhe për jetën tani pas daljes. Si është tani marrëdhënia jote me bashkëshorten dhe si ka ndikuar eksperjenca e spektaklit për ju të dy? Marrëdhënia me gruan e kam shumë të mirë, sidomos në këtë kohë, është fantastike, u përgjigj Miri, duke sqaruar më tej marrëdhënien që ai ka tani me gruan e tij. Është më e dukshme sepse është bërë më publike. Duket sikur këta janë tani në një jetë tjetër, kështu ka qenë marrëdhënia jonë edhe përpara. I pyetën nëse bashkëshortja po e shijon këtë lidhje tani që është bërë më publike, Miri kishte këtë përgjigje. Me thënë të drejtën edhe po e shijon. Nuk është se ishte mësuar me këtë lloj rrysnie dhe vëmendje që ajo kishte më përpara. Është tip që i shijon gjërat. I pyetën nëse ajo e beson Mirin verbërisht, Miri kishte këtë fjalë. Ajo më ka besuar që kur jemi njohur, e ka besuar që në fillim, por duke qenë se unë kam qenë më i tërhequr, nuk kam qenë kaq shumë publik, sa jam tani nga efekti i spektaklit. Tani e kupton edhe më saktë se çfarë do të thotë të kesh vëmendje dhe presion dhe trusni në të njëjtin moment. Tha ndër të tjera Miri. Më pas, ai u ndal në një moment tjetër të jetës së tij, duke deklaruar: "Do ikë sa më shpejt që të më jepet mundësia në Gjermani, sepse kam dhe një lajm të mirë. Më është aprovuar pasaporta gjermane. Mund ta merrja edhe më para, po ka patur një arsye që nuk aplikohet dot, pasi do dorëzoja pasaportën shqiptare, por nuk e dorëzoj kurrë. Tani është mundësia që t'i mbajtë të dyja", deklaroi Miri.